e jep Zoti, unë prapë jap rrezik. Prapë jap rrezik. Pra neve në intereson shumë kjo që të regoni më dhe Zotë Gjelle Gjelaluhu. Ama thot në këta jetë që e poshtroj vetën, thot, ata që bëhen veprat këqija. Kush janë më veprat e këqija? Gjithë i dini të shli. Se si mund të poshtroj njeriu vetën. Një nga poshtrimet e rënda të vetës është Allahu Gjelle Gjelaluhu të ka dhënë mendjen, edhe ti me anë një langu që quhet khamër, ven, alkool apo drog, ti humat mendjen. Allahu Gjelle Gjelaluhu ka sjell mendjen, logjikën që njeriu të kuptojë. Edhe Allahu nuk i kërkon llogari atij që s'ka mend. Ja. Pra në Islam, nëse e merr një njeri që nuk e ka mendjen, edhe i thon hajde të falemi bashkë. Ja. Nuk bën, sepse nga kushtet është që njeriu duhet të ketë mend. Pra të jetë moshë madhore, mbi 15 vjeç, edhe ati i flet të shi për fenë islame. Nëse s'ka mend, nuk i flet asnjë gjë, inshallah në 70 vjeç, sepse s'kupton, s'din, e kalon Allahu, e ka pas, nuk e ka pas, ka le ashtu, kjo është çështje e madhe e Zotit. Pra, e dyta ishte humja e mendjes me anë të alkoolit. Allahu Gjelle Gjelaluhu i thot njerëzit, o njerëz, nëse shifni që ka i dobi të vogël ka alkooli, thot në të thot ka ma shumë dëm, apo i jep një fund thot, ky është fundja jetë, apo i jep një fund thot, edhe alkoolit, edhe bigjozit, edhe fallit. Merreshin me fall. Gjë nuk leshin pas aju për parashikimin e fatit. Me xhin, me shejtan bashkëpunojshin, gjë nuk leshin pa punu. Pra njeriu e poshtron veten duke qenë insan, edhe urina i shpëton dhe ati që kishte pi, edhe urina i shpëton dhe ishte bë prej urine komplet. Sepse del njeriu jashtë vetvetes, jashtë çdo norme njerëzore. Pra, i pari ishte ai i cili mohoi Zotin. Nërsa i dyti të vjen ky i cili e poshtron veten me alkoolin. Tjetri e poshtron veten me imoralitet. Me anti-moralitetit. Plagë e rënë, smundje e rrezikshme, që është përhap në shoqëni edhe kudo. Allahu Gjelle Gjelaluhu kur flet dhe sjell këta jetë, ve kad habe men desaha, kedhebet Themudu bi takvaha, thot. Dhe kombi i Themudit, thot, ishin ata të cilët u vërshohen në punë të këqija, përgënjështrun. Nuk lënë gjë pa bën kombi i Themudit. Pa thonë nuk janë gjë ky komb që jemi në sot me kombin e Themudit, me kombin e Lutit, me kombin e Musait, me kombin e Nuhit. Pra kur djali i tha Nuhit a.s. Tha, nuk kom pa ma budalla se sa ti, që të ndërtosh një anije, tha, në randë, në tokë. Pra zakonisht anije ndërtohet atje ku është bregu i detit, sa atje do të heci. Po jo këtu. Nuk imi pa ma budalla se ti. Dhe në momentet e funit, kur Nuhi mori urdhër prej Zotit Gjelle Gjelaluhu që njerëzit njiteshin në atë anije, ky i tha, ja, unë mas teje nuk vjen. Në fakt, i erdhi pak keq, Nuhit a.s. U merakos pak. Pra, jo thjesht pse ai kundërshtoi, po u merakos domethënë shise në çfarë gjendje, domethënë megjithënë të dhimbset kur e shef se ku do të përfundoj. Edhe ja boni me gishta, shikohet majën e lartë, atje do shkoj unë. E poshtroi veten. Po kështu e poshtroi veten e shoqja e Lutit a.s. Allahu Gjelle Gjelaluhu i tha Lutit. Tha lere këtë se kjo nuk o për familjes tate, tha. Kjo o për familjes Gazepit. Kjo o për familjes Shejtanit, tha. Le të shkojet e me shok ke përmësja. Edhe ashtu nodhi. U përmës në atë sabah, për shkak të veprave të liga. A thonë nuk e ndjek në ky popull që jetosët,
që ata iniciativën kryesore që kanë si shtet, të gjithë çka i shohim, që e kanë fut dhe këto smundje, shkatrimi i familjes. Nëpërmjet imoralitetit, nëpërmjet bashkëjetesë, nëpërmjet, si t'ua themun, pasurisë, ti pasurinë tate, unë pasurinë teme. Një natë e pagu burri kafën, një natë e pagu gruaja kafën. Se cili ka lek të veta, se cili ka llogari të veta. Pra kanë çu deri atje sa që edhe po u bashkuan nuk kanë përqendru. Pse? Pa pikën e turbit deklaron burri rrethot, le të shkojë të rrej prej natë i moralitet bashkëshortje. Diku me i grup burrësh atje. Jo shumë, për i natë le të rrej. Ve ka dhaba me ndesaha, me të vërtet thot, e poshtruan vetën. Si do të dalin përpara Zotit me këtë marrë? Si do të dalin përpara Allahut me këtë marrë? Tjetri lek alamajt rrugëve, gruan rrugëve, shkoni çan lek ke bixhozi. Se ajeti kur e kanë komentuar dietarët kanë thonë e poshtroi veten me vepra të këqija. E më e keqja ishte ajo që përmendëm, që ti di bish hasha Zotit xhelle xhelaluhu. E mëson e vjen kjo paketa bashkë. Pra si ta mahosh Allahun xhelle xhelaluhu, ti ke mohu familje. Ti ke mohu çdo lloj pune të mirë, kredi ke fshi. Krejt çka ke punuar për të këqijave, këto të janë bën paketë. Edhe vjen bashkë këto të shi. Allahu na ruaj, Allahu na falë, Allahu na mëshiroft inshallah. Na ruaj Zoti edhe mos na prek ky ajet, po inshallah jemi në ajetin e parë ku thot kad aflaha man zakaha. Me të vërtetë thot ai që e pastroi veten shpëtoi. Inshallah prej këtij grupi timi dhe ne bashkë. Zoti na mëshiroft, na falë gjithë.